Për vëllezër besimtar, vitet po kalojnë shpejt, muajt po kalojnë padyshim shumë shpejt dhe kështu po sillen, po vinë muajt njëri pas tjetrit me shpejtësi të madhe, rrjedhimisht po vinë edhe sezonat që Allahu Azza wa Jall i ka dallu dhe i ka veçu dhe i ka ngrit për nga mundësia e fitimit dhe veprave të mëdha. Realizasht vëllezër, kemi hyrë në një muaj të veçantë, një muaj të vlefshëm që njerëzit ndoshta nuk ja dinë sa duhet vlerën, siç ka thënë profeti alayhi salatu wasalam, por rëndësia e këtij muaji është jashtëzakonisht e madhe. Jemi në muajin Shaban, është sot dita e 4 të këtij muaji të bekuar, i cili i paraprin muajit të rahmetit, muajit të Kuranit, muajit të xhenetit, pra është para muajit të Ramazan. Andaj dashur vëllezër besimtar, do të mundohem që me disa këshilla të shkurta edhe të flas për rëndësinë e këtij muaji, për vlerën e këtij muaji, por edhe për disa prej veprave që i vepronte profeti alayhi salatu wasalam dhe me cilat e dallonte këtë muaj. Muaji ose rëndësia e këtij muaji, dashur vëllezër besimtar, është i ka disa vlera të veçanta. Për i këtyre është se, thot profeti alayhi salatu wassalam, në këtë muaj ngriten veprat vjetore tek Allahu subhanahu wa taala. I thanë, ja Rasulullah, pse po agjeron kaq shumë në muajin Shaban? Po të shohim që po agjeron shumë këtë muaj. Tha, huwa shahrun, tha ky muaj, fihi turfa al-a'malu illa Allah, në këtë muaj ngriten veprat tek Allahu, wa uhibbu, e kam dëshirë an turfa amali wa ana saim, që kur të ngriten veprat e mia unë me qenë agjerueshëm. Këtë muaj ngriten veprat. Në këtë muaj, si pas ti hadithi, mbyllet dosja vjetore se cilit prej nesh dhe ngritën të mirat dhe të këqijat, të qëlluar dhe të gabuarat. Ngritet namazi, ngritën sejdet, e lumi ai që ka që ka me ngritë, e lumi ai që fletoret e veprat ti i ka mbush me veprat mira. Ngritet Ramazani i kaluar, ngritet sadaka, ngritet respektin ndaj prindërve, ngritet bamirësia, ngritet të mira që a keni bërë jetimëve, dhe Allahu i sheh. Filon robi ka bo këtë vepër, filon robi pas ka bo këtë vepër, por njëjtën kohë të dashur vëllezër ngritën edhe veprat të këqija, fjalë të këqija, shiqimin haram, gënjeshtra, mashtrimi, pirja e alkoolit, shitja e alkoolit, kamata, kredia, mos respekti prindërve dhe veprat tjera të shëmtuara të shumta që i ka bërë robi për gjatë këtij viti, ngritën tash dhe me dosje paraqiten për Allahun subhanahu wa taala. Andaj bëni kujdes. Innamal a'malu bil khawatim, ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam, sepse përfundimi ose veprat janë sipas përfundimit. Mundoni pra me shtu veprat e mira në këtë muaj, sepse po na ngrit ka dosja jon vjetore dhe i paraqitet Allahu subhanahu wa taala. Dhe po thot profeti, wa uhibbu, e kam dëshirë që kur të paraqitet dhe ngriten veprat e mira ose veprat e mia, thot unë me qenë agjerueshëm. Po të dashur vëllezër besimtar, kjo është brenga e besimtarit dhe kjo është pika e dytë
turpi që duhet me pas besimtari nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu, dhe kam dëshirë që kur shkojnë veprat e mia të Zotit, e Zoti shiqon veprat e mia, unë me qenë agjerueshëm, pra duhet me tarë turpë dhe marre, nëse ngriten vepra që s'ki dëshirë me i ditë të tjerët, e lere me Allahu, e ati suni i kur gjo. Komu ngritë edhe ajo ditë kur ti ke fijet e zoni sabahut ka thirë. Komu ngritë edhe ajo ditë kur ke shiqu haram. Kanë mu ngritë kur ke ndëgju haram. Kur ke mashtru, runa Zot. Andaj po thot profeti kam dëshirë që kur ngritën veprat të Zotit me qenë agjerueshëm, pra kjo është brengë dhe është turpi besimtar të shëndetës besimtar që me pasë turpë nga Allahu dhe me pasë dëshirë që Zoti me na gjetë dhe me na po në gjendje të mirë që shaj ka dëshirë. Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah. Kjo është një gjendje që Zoti ka dëshirë me na po kështu ditën e xumë burrat. O ju që keni besuar, kur të ndëgjoni ezanin ditën e xumë, mos rinin ora, mos rinin kafe, mos rinin punë, por shkoni në xhami, kështu don Allahu azza wa jall më po. Kështu don Allahu azza wa po burrat besimtarë në kohën e xhumas në xhami, në kohën e sabahut në xhami, në kohën e ikidis në xhami, ka çeh me të pa në sejdë, ka çeh me pa dorën tonë duke dhënë. Andaj tash ndosë bëni kujdes për veprat, tini të kujdesshëm dhe të mos mendoj askur se veprat shkun dhe harun, nuk harrohen. Regjistrohen dhe ngriten dhe tek Allahu paraqiten, Allahu na bëvë për mirë ja Rabbel Alamin. Dytë tash ndosë besimtar, po ashtu ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, kam dëshirë me agjeru në këtë muaj sepse njerëz sikur e neglizhojnë, sikur thonë hajtë se kena me agjeru në Ramazan, e kena me folë bën në Ramazan, e kena me dhonë bën në Ramazan, dhe japën pas dynjojnë këtë muaj dhe pas gjërave tjera, dhe sikur e harrojnë ibadetin dhe Kur'anin dhe xhamin e namazin, sepse i kanë me të Ramazani dhe e harrojnë vlerën që ka ky muaj. Andaj thot kam dëshirë që edhe këtë muaj me ngjall me agjerin dhe me veprat e mira. Madje dashur dhe besimtar, ky muaj është transmetuese e muslimanët e vjetër e kanë quajtur Shahrul Qurra, muaj i lexuesve të Kuranit. Dhe kur ka ardhe muaj Shaban, kanë filluar me lexu Kur'an. Realisht besimtari në vazhdimi lexon Kur'an, vazhdimsi lexon Kur'an. Por kur ka ardhur Ramazani, Shabani, kanë lexuar më tepër dhe këtu është rëndësia të dashur besimtar se ky muaj është para përgatitje për muajin e madh të Ramazanit i cili po vjen. Dhe sipas përgatitjeve që i bën besimtari tash, qofshin ato përgatitje imanore, qofshin ato përgatitje të ibadetit, qofshin ato përgatitje fizike, sipas përgatitjeve dhe përkushtimit dhe interesimit dhe planifikimit, që ashtu pastaj është edhe shfrytëzimi i muajit Ramazan. Tretë dashur vëllezër besimtar, dhe pika e fundit disa dietar e kanë quajtur muajin Shaban, muaj të ujitjes, pra muaj të përgatitjes të frutave që në muajin Ramazan pastaj me korë rezultatin. Dashur vëllezër besimtar, profeti alayhi salatu wassalam është transmetuar se ka agjeru shumë në këtë muaj, por nuk e ka agjeru tër muajin. Thot Aisha radiallahu ta'ala anha, bashorti e tij, thot më shumë ti ka agjeru profeti, ose e kom pa që po agjeron shumë në Ramazan, në Shaban, por nuk e ka agjeru asnjë muaj komplet përveç muajit Ramazan. Andaj është prej sunetit, është e veprave të mira tash në veçanti ku edhe koha është e mirë, jemi në dimër, dita është të shkurtë, dita po ashtu është edhe koha është e mirë, pra nuk është nxehtë absolutisht, dhe është mirë që besimtari
me shfrytzu këtë muaj që me shtu veprat e mira, e dashur Allahu Azza wa Jall na forcon, e na ndihmon, e na vetdison, e na ngrit që pastaj kur të vjen muaji i bekuar i Ramazanit, ne me fitu shumë po ashtu edhe nga ky muaj. Andaj është mirë që besimtari me agjëru dhe nuk ka ditë caktuara, por nuk duhet krejt muajin me agjëru. E hane ajte 3, 4, 5, 7, 8, sot mësh me agjëru dhe të kesh mundësi, çdo herë është mirë, por në këtë muaj është prej sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Po ashtu sikurse ceka është mirë, gjithashtu ata që dinë me lexu Kur'an, që prej tash me fillu me i bë hatmet, prej tash me fillu me lexu, e ata që nuk dinë po ashtu prej tash me fillu, ende nuk është vonë që me mësu Kur'an. Po ashtu është mirë dashur vëllezër besimtar që me shfrytzu këtë muaj të bekuar të Shabanit, me e përgadit veten për muajin e madh të Ramazanit, si në aspektin e ibadeteve, duke u fal, duke mësu trupin me qëndru në sejdë, me qëndru në ruku, me qëndru në qiyam, por edhe një përgatitje tjetër jashtëzakonisht e rëndësishme është me fillu ose me i menjanu dhe me u largu prej gjunaheve, prej mëkateve, e cilat pa dyshim e privojnë besimtarin që ai të mos bëj vepra të mira, aq më shumë gjunahe, aq më pak ka ibadet, aq më shumë zemra e ngarkuar dhe mbushur me mëkate, aq më pak ka kjo zemër interesim për me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla na vetë disoftë dhe na mundsof që këtë muaj ta shfrytëzojmë për zgjem të zemrave dhe ngritje të vetdijes që duhet kemi për veprat tona, përgjegjësinë që duhet kemi për detyrat tona, dhe se këto vepra dhe veprimtaria jon do të paraqitet para Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu na vetdisot dhe na mëson veprat e mira me bë dhe me kry sa më tepër ya Rabbil Alamin, në përgjithësi në veçantë gjatë këtij muaji, i cili i paraprin një muaj të madh. Allahu na dhash të ymer dhe na dhash të shëndet që të kalojmë të muaj mirë dhe të presim muajin e madh të Ramazanit me shëndet dhe me të mira në familje dhe në shoqëri. Aquli qawli hadha wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.